Shikus të dashur, njeni me emisionin e mëngjesit në TVN. Këto nuk janë shkopin të tupanave, ose daullëve, po të shigjetarisë. Këgja e ka një fanë moje qëto. Që kjo jo, qaq? Kjo qenë ka për jashtë, apo? Për jashtë, e këto për gara të brendshme, dhe më thonë. E këtu e kemi në studio një shigjetar dhe Luzhnicën. Mirë mëngjes, mirë se na vjen në studio. Dhe, lexova në plot vende që jeni i vetmi shigjetar këtu, apo ju? A i vetmi i zonës ku jeton? Atëherë fillimisht, ju përshëndes, mirë mëngjesi. Juve në studio, faleminderit për ftesën që më keni bo. Përndysh jam Adhe Luzhnica, vipi Suarekës. Nuk e kam profesion, të kam profesion dytë, tash thuja se kam bo profesion parë. Përndysh jam arsimtar i historisë. Aktualisht me detyra jam drejtori një shkolle Ismet Jashari në fshatin tim. Atje ku kam fillu mas pari këtë sportin e harkut. Nuk jam i vetmi. Unë jam njëri prej dy themeluesve të parë, domthonjë dy njerëzve që janë marrë fillimisht me këtë sport. Po tash nuk jam i vetëm, kemi edhe plot klube tjera. Klubin e parë, po faktikisht e kemi kriju në Suarek, në fshatin tim. Klubin promovus të sportit harkut. Pastaj kemi bërë dhe klube tjera në për regionet tjera, sepse për të bërë federat, në Kosovë duhet përfshirë minimum 3 regione, e në 3 regionet jenë minimum 5 klube. Pra që është si kuotë ka qenë edhe atëherë, që jemi detyruar me bashkëpunue me persona tjera që kanë qenë kryesisht që janë marrë paka shumë me sport. Po thush detyruar si me bashkëpunu me zërë me klube tjera. Po për me kriju, se ne për fillim nuk që dinim ashtu, rrjedha që shkonin, pra ka qenë thuja se detyrume, fillimisht përmes antarëve të federatës qitjes me pushk që ka qenë. Ata kanë pas tradit më të gjatë, themelimin e klubeve federatës, kemi bashkëpunu me ta, me na orientu ata se qëfar. Ta kanë qenë shenjtarisë? Shenjtaria. Qitja me pushka jo. Kjo është shigjetaria? Kjo është shigjetari. Ose hark, mi thonë. Shigjeta është aja, hark është kjo këtej. Po që është nisi për ty gjithka, se për derisa je njëri ndër 2 personat e parë cilët keni nisë këtë rrugtim të shigjetarisë në Kosovë, ka nisi dashnia për shigjetarin për ty? Atëherë fillimisht, të tregoj që personi parë që u marrë me këtë sport është Bardhyl Luzhnica. Ato e kam njerin tim, familjar timin, djallë Tagjës e kam. Ai ka jetu e vepru në Gjermani, biles në rinin e hershme, kur ka shku në Gjermani, si pasionant i sportit, fillimisht u marrë me karate, kung fu, ka qenë kampion Gjermani, kampion Evrope. Po, mas një kohë, kur puna angazhimi është fut për ati sporti, edhe u lidhë me qitjen me hark, atje ka praktiku me një klub, dikun atje, Hanoveri, dikun ku ka jetuaj, edhe të njëtin ka dëshiru me provë në Kosovë. Bilis fillimisht kemi provu se Kosovë asë një ishë shtetë, atër edhe nuk ishim të pranuna për institucionet sportit ndërkombëtar, kemi provu që të provojmë Shqipëri, ose që ai kishte synime për vete që të përfason të Shqipërinë në Olimpiadë. Mirë, për nuk u arrit ajo gjë. Ne nuk e kemi nda aktivitetin. Unë i kam ndihmu ati, unë jam hyrë thjesht që kam pas ndaj pasion kush e ditë veçantë për të, thjesht me ndihmu ati, që me bëha grupin më të madh, edhe kështu që momenti që kam fillu me u marrë me ta, si kam shkut, kam stërvit jashtëzakonisht shumë. Edhe për shkak të stërvitjes se kam ushtru pa trajner, pa pas njëri kush e di sa të mëdhaja, kryesisht të gjurmune për internet, në më garus të mëdhaj ndërkombëtar, edhe kam praktiku vetë, edhe kam stërvit shumë, kam rrinë rezultate shumë të mira. Prej viti 2014 kam qenë kampion Kosove deri në Olimpiadën e fundit, pastaj tash ka dhe garus tjerë shumë të mirë, edhe ka ma shumë rivalitet, kemi edhe klube tjera, kemi 11 klube krejt. A kemi arritë dikush kvotën olimpike me marrë pjesë në Olimpiadë? Kvotën për pak nuk e kemi arrit kvotën. Po jemi kogja potencial, po shpresojmë që për Olimpiadën e radhës, dikush nga ne ta ketë kap kvotën. Që të shkojmë me kvotë, të arritën, jo me kvotë falen, si shkojnë zakonisht. Cilat janë shtetet më të forta në shigjetari? Që si marrim tërësi botërore, prinë Korea e Jugut, Amerika, dhe më shëbaja fjalla është, pastaj shtetet evropiane. Përshi Francë, Itali, Gjermani, Hollandë, të tjera. Që shëndrën regionin këtë aspekt? Regioni
në region, për shembull, Serbia ka pas traditë më përpara, për shkak që ka trashëguar pe Jugosllavisë, Kroacia e ka paranesh, jemi na, pastaj kanë ardhur Maqedoni, Malzi e Shqipëri. Shqipëri jemi bashkë të Milos edhe ne. Nuk e kanë pas. Po, edhe ne kemi ndihmu themelimin e këtij sporti, bashkëpunojmë në vazhdimsi me ta. Ata kanë shoqat, nuk kanë tamam federat, kanë shoqat Harku, edhe bashkëpunojmë vazhdimsi. Pothuajse shumicën e garave kemi të përbashkëta që juaj. Okej. Do thënë shoqat Harku për e që kanë ata, do më thënë njëjtë si në gjuhën angleze që i thënë archery, që i bjen prej fjallës hark. Tamam, shqip i bjen ashtu. Ne kemi përdorën në fillim shigjetari, kur e kemi, edhe sikur për na tingëllon mirë, jemi mësuar me ata. Se po tjetë me këshyrë me aspektin gjusor i vjen ashtu. Shoqat Harku, ose Federat Harku. Federat Harku. Se auma është kjo. Arma është Harku. Harku, faktikisht. Okej. Shigjet ose hark. S'pedi, kur përmendet fjalla shigjet, me njerë e kuptojmë për shka është fjalla. Ne kështu, fillimin nga ka tingëllon. Për hark, nuk e dina është punë harku në instrumenti, ose instrumentet harkore, ato, kështu. Qiti me hark e ka tamam kuptimin, po ne kemi praktiku prej fillimit dhe kështu e kemi emnu federatën që në fillim edhe kështu në kamit. Tash jemi adaptu të gjithë, edhe institucionet ashtu në njohin më mire. Mirë, a na i shpjegon pak se une 2 shiqeta i kom këtu, edhe tash mundëmi të shojmë edhe pak do foto, nëse na i qëtë regjia të tamën të punës se si duket, të më thënë kur përdorën këto, për tash na mundëmi pa dhe bashk, kjo është harku olimpik, apo? Tash i këtu me mbeti ka marrë 2 harqe për demonstrim, thjesht për shikus tuaj. Janë 2 harqe që ka dhe shumë tjera, t'ju them drejt. Ta shikus do është ka marrë me vete. Kena me qitë erzën me një mollë në kokë, edhe... Atere, kjo është harku kampon që quat, hark modern, harm shumë i avancum. Mirë po, ajo që një na intereson, edhe si shtet, edhe si federat, edhe klubeve, është harku olimpik, se kjo është disiplina ma kulminante, dhe është harku olimpik. A ka dhe këtë stabilizator? Edhe kjo ka stabilizator, po gjithkohën. Gjithkohën është me vetja? Si he këtë kjo, a vesh në grejet, apo? Jo. Hajde. A bon me kapun e njëherë? Po, veç du të kom qef. Kape nga e mora, vetëm taksim. A, që shtu ka? E ka pikën këtu ta kapësh me dorën e manë, qofse e maj tak. Po. Djath tak qofse. Po, djath tak jam zakonisht në sport, e kështu me shkruj me të majtën. Të më thonë meret kjo... Jo. Cila është? Kjo. Nuk gjuj, vesh po du me Dush me kom... Gjëti kom këshyrë në Olimpiadë. Dush me më qëndru besnik, se për ndryshe... Në më thonë, une, sa shizë më besohet, shonë, po... Që dush për ta demonstru une, me po para prakisht, ishte ma e... A kom nevojnë me dalë për i studjes? Je, vesh për këshyri, po du me pa vetë që ndjetë ko gja e rondë ko ka në vërtet. Kjo nuk shumë e rronë në mbajtje është du të në tërheqje. Ajo është pesha e tërheqjes, sa është ajo në ato logaritë. Shikohet në për qëtë pikën këto, a? Po tash logika e këti është pak ma ndryshe si me push. Ke gjujtë në herë me push? Jo, s'kom gjujtë. Asnjëherë? Ja. As për sport? As për sport. Si du push tesh. Ta shpjegoj pak, e para punës se lidhet me punën e... Vesh me prashk. Pra qitja me pushk është kryesisht sportisti ose ai që gjun, shtetet në skeletin e vetë dhe ka trupin e mbledhun, që e shënjon, i ka 2 shënjestrat pa levizshme, që i vjen shënjestra mbrana pushkës që i ka 2, janë të pa levizshme, dhe ajo që është e levizshme sepse dallon për ty në është ajo. Këtu është diçka një logjik tjetër. Këtu kemi një që është e pa levizshme, dhe gjithçka tjetër e levizshme. Pra nuk funksionon logjika e pushkës sepse këtu kemi përshtat për trupin tonë. Në varet ku ti pozicionon dorën, në varet që ki konstruktin e dorës, të fytyrës, shumë elemente, por që doni për mi avë demonstrue, është pak ma duhen so e ronda, shumë kam dhem dora. Po, ko gja e rondë që i ka, sa kila i ka? Nuk ka shumë kilogram. Ajo, tërheqjes... Ta shë kje mikrofonin këtu, ta vendosi ta shumë mikrofonin. Që kështu. Jo, që shtu... Punës nuk kom vesh, atletet sportive... Mirë, na vendosim këtu mikrofonin, se nuk ka lidhe që shijet, shikus të din që na punën me mikrofonin. Këta ba ma ka e djasta, jo këtu. Më pengon, këtu ka e djasta. Pengon aty, Ka kjo e mojta, në fakt. Super. Hajde. Sa shë vendosim. Apo vendosim qëto shpejt të një... Hajtë sa për demonstrim në Super. Atëre... Ha, ta shguzej mullës aty. Koshi që... Provo.
Dë pëdhën distanca e hedhjes me hark, e gjujtjes me shigjeta dhe me hark është 70 metra. 70 metra gjënë në gara olimpike ose botërore për jashtë, në ambient jashtë. Në ambient me që gjujnë 18 metra, por gjujnë letrat vogla. Jo kjo, se kjo është për një disiplin tjetër, paka shumë është kjo, pa kur ja heqim 1.5. Pse e kiqa pajisje ndurë tash? Kjo është për më të mbrojt krahun prej fillit. Fillit kur të lëshohet, fillit prej, pra. Okej. Aji mund me ta blendu krahin. Mos kur je fillestar dhe mazi, po aji harku shumë i fort, pa këto nuk bënë, se aksidentalisht mund të ta zhvosh lëkurën. Dhe mund të je, atë që është i shpejt, sa që ti e një goditje, pa një 10 herë ka godit minimum. Që aj teli, që aty prej telit, okej. Kënë pa i si për cilëse që ne i përdorim, sepse harku duhet zakonisht jetë i lirë për të bëtë goditit. Dorën që e mban harkun, ta godet teli. Po në qofë se nuk e ke vendos këto, brojse. Këto i përdorim për shkak që të filën shtesë që i përdorim, sepse harku duhet më koni lirë. E shef aderes, që e keni atje. Kur lëshohet, nuk duhet më kapë. Sepse në kapje ti mund të dëvjesh. Se është i lirë dhe bërë një rotullim, se mund të keni po në video. Unë për demonstrim po bëj në i gjutje këtu sa për me demonstru juve dhe shikuzve të. Para një gjutje dvogël. Nuk i kemi ambjendin e përshtatshëm. Apo? Mirë po. Ja, shigjeta. E pse disa, për shamu, një shigjeti kishte, dhe më thonë, me spirale, se silët, apo? E kjo shigjeta pa spirale, që ajo është se kështë bishtin me spirale. Po pra spirale e në dhe ka. Po, ajo po kjo jo. Edhe kjo. Edhe kjo pa. Tani kanë minimal që mjafton për ta bërë rotullimin. Dhe më thonë se shigjeta kur hidhet, silët. Vazhdimisht për me mujtë me depërtu në për ajrë. Ma mirë. Edhe kjo ka. Edhe ajo ka po e ka. E ki provu në arë sa është distanca ma e madhe që ki gjujtë? Jo, në gjomë, në gara bojmë 90 metra, kemi bojmë 2 metra mëdhejten, është heqa e... Po vesh për kuriozitet kështu me provu sa është shkon mas lartë ti. Se ki provu? Po jo, po kjo që gjuju në olimpike mund për ta hedhë këtë kështu, pa të rezije që të temi ne, më një amend që më ka shumë i sigur, që për një që nuk lejohet ashtu, mund ta hedhë dikun të 500 metra. 500 metra? Kjo, ajo, shumë alarë. Kjo shumë alarë? Shumë alarë. Okej, se kjo e ka një mekanizm ndimës. Logika e të qitjes me hark, pra është këtë formë, në qëse unë jam me ftyrë nga ty, këndi është dikon 90 shkallë i qitjes, ose i targetit. Paka shumë kështu në këtë formë, varët ana dhe pi nga rusit. Trupi është 10 shkallë prej... Sepse duhet, kemi më ushtrije, jo si kur me push, thash që du një majtë krahën e shtrim, ajo është logika që... Hajde ta provojmë si... Hajde provojmë një për rreshti. Kështu, dëmë thënë, ngret, ka dale, na spikan, dëmë thënë, kjo tërheq... Hajde dhe njerë, e të fokusohet një kamerë dhe të vendi atje, edhe të shijet të amon me qëfar shpejtësie. E së në shemë shpejtësie të të bukë. E provojmë. Hajde i bojmë edhe një 2 gjujtje. Okej. Hajde. S'po vretish? Unë i këshaftu e me që këtu, kur të kemi garën në radhës, tashmo kemi një poligon të mirë në drenas, edhe u këshaftu atje të vini të shini garën, ambient të jashtëm, edhe kemi ambient shumë matë mirë, edhe mundesh me pasi fluturojnë distancë 70 metrë ose gjënë kështu. Po, vështë se mleni me gjujt njerë? Po tjetër, atje po. Atje po. Okej. Se të bënaj daj namë këtu. Vështë dhe ishta erzën me provu pak me gjujt. E di. Ja, pra, shikus dashtën, 3 shigjeta u futën brenda. Edhe shumë ofër njëra me tjetërën. Po, është edhe vendi ku përgjysh shumë ofër. Po. Qështë s'pas ka pas problem me qitë edhe mollën në kry, po t'i s'do ishe. Me tash nëse dëne provojnë, e di që e rok mollën, sigur. Po, e din. Cilat jenë kushtet, cilat edhe në vazhdimësi duhet me u plëtsu, sepse po besoj që gjithmonë ka nevoj për gjana treja, ka nevoj për kushte, ka nevoj për... Pullini, ta vendosi edhe mikrofonin, ta këthej. Okej. Ja, pra, se u dasht me hek setrën, që me vendosi mikrofonin, po adin qka, unë për vendosi kështu, për bëj një improvizim, miremi pak shikus të dashtun edhe me mikrofon. Qështu... Shumë informacione qysh me funksionu me shigjet s'kemi, po që ke ka
Me mikrofon din. Jo vëlla mu ka shmontu diçka krejt, po besoj që çështo është mjaftueshme, mund është mullë edhe pas setën, vërtet. Kështu që Atëre, bukur. kushtet që duhet për punën e Harku duhet kemi poligone, ato që na mungojnë shumica e klubeve, i kemi në munges, në hapësirat për qitje. Zakonisht tash për fatin e mirë shkollat po kanë palestra sportive që zakonisht për sezonin dimnor i përdorim ato. Ndërsa për sezonin veror që duhet jashtë ne gjujmë, aty kemi vështirësi pak, zakonisht nuk kemi poligone hapësira se duhet një distancë, pas një poligone minimum një 70 metra distanca avijës zjarrit. Po pastaj duhet edhe distancë mrapa, për pajisjet, duhet edhe distanca sigurisë, kështu që duhet një hapësirë pak më e madhe, ato na mungojnë. A ka pas komunike me institucione, ka premtime prej tyre, apo premtime të papërmbushura? Gjithkohën, biles klubi im konkretisht është një nga 3 klubet me prioritet nga ministria për të investu një poligon. Mirë po për shkak të hapësirës publike, ramot komunës nuk kemi hapësirë ku me kriju atë poligon, pra ka mbet pezull, hala nuk e kemi kriju, sepse ministria kuptohet investon në pronën publike, jo në pronën privatëse. Sa ta mërmendja që ka depërtu? Kogja shumë të e po gjatësine e shqytetës këtu? Diku, gje shikus dashtën, diku një 10 cm. Do të në kanë depërtu? Nëse kjo është target i më i butë, kjo nuk është target tamam ai original që duhet. Depërtojnë më pak, po. Që? Kjo është për studio kemi marë. Ma i vogël, ma i përshtatshëm. Ma i sigur. Kanë depërtu të trijat. Brenda distancave të shkurta. Sa është interesimi i gjeneratave të reja, sepse po besoj që ajo është çka edhe juve ju intereson më tepër si kryetari i Federatës Shqiptarisë, me kriju gjenerata të reja të cilat e krijojnë shprehjen e këtij sporti. Po, ka 3 që janë të interesuar, po më shumë, që them drejt, defekti ka qëndru të ne, sepse ne s'kemi mujtë mi ofru kushtet e mjaftueshme për shkak të poligone, për shkak të hapësira, për shkak financa. Mjaftu shumë kushte mi ofru të rive që ata Ka shumë investime? Po jo për fitim s'duhet shumë. Për ata që janë fillastar nuk duhet na investim shumë. A këto harqe që i ka mërë sot me vete janë për nivel të lartë. Për garus që janë elitar, që jënë të kombëtarës. Na interesojnë edhe këto neve si kuriozitet, të më thonë, sa kushton që kjo harku olimpik? Po zakonisht ta i blejmë pjesë, nuk i blejmë shumë të kompletuar, po për ta kompletuar ja, mund të kushtoj, goxha shumë. Se na e dim për shembull, po i kompletuar shkojmë mbi 2000 euro. Ha, mbi 2000 euro. Më thonë që blehet pjesë, këto stabilizatorët, kraht. Këtë mion me komponentet veçanta. Veçanta zakonisht. Se këtë blehet pjesë, kjo është pjesa e mesit. Po. Që kjo kur e kom bleun në atë kohën time, që ndikush afër 700 euro. Po. Këto kraht po ashtu janë. 300 ndikon ky stabilizatori me elemente për cilësi. Një 3-400 i shani. Që një 700. E ka plot elementet vogla që blien ashtu. Normalisht na duhen edhe sallat brendshme ako? Sallat brendshme zakonisht përdoren të shkollave. Sallas ekstra për shqiptari, po zakonisht gjithkohë në botë përdoren palestrat e shkollave. Po ne edhe këtu kemi pas, me të kaluar kemi pas vështirësi edhe në këtë aspekt. Unë për vete, që them drejt, kur kam shfrytzuar në Suarek palestrën e gjimnazit, kam pas rezultate të jashtëzakonshme. 2014-15, pra në 2015 kam qenë në Berlin Open një gare hapur, që kam marrë pjesë për këtë botës. Do të thonë prej 204 garuzë pjesëmarrës, unë kam qenë 2 gara, aty mbrana një domthonë kampusi. Njërën kam përfunduar 48, që nuk është as pak e lehtë atje me mrip, me diferencë nga ato të parë me shumë pak pikë në zonës medaljeve. Ani pse kam qenë 48, shumë pak pikë më pas diferencë. Garën e çmimeve që ka qenë një, kam përfunduar 15, po t'ju them drejt një 7 vjet kemi qenë 15 i numër, se kemi qenë me pikë barabarta, por që vendi i parë na ka ikë për 4 pikë. Që kam qenë shumë mirë për shkak se kam përdorur palestrën e gjimnazit, po për shkak se drejtori aktual, që ka afro pensioni më. Po, si kalon me përdora? Absolutisht, si ka ardha i ma ka ndalu. Po, ka dëmtu shumë. Qa ka qenë qashti politika në jo, nuk di. S'kam në shpjegim. Interesant. Dhe më thonë, tashme kemi klube, kemi federatën, edhe mundemi me pritë që ndoshta arrim edhe me hynë në Olimpiada, po jo, në Olimpiadën ashme. Pa tjetër, në po shpresojmë shumë,
dhe jemi në proces licencimit, se nuk kemi pas licencë 2 vjetë dhe kemi edhe mungesë financa për këtë shkak që jemi licencu, jemi në proces kthyesin për Federat. Në Ministri të Sportit, po. Në moment që licencohemi, besoj që ata e kanë parasysh, kanë më mbështetë, se jemi njën api 30 federatave më të hershme të Kosovës, që jemi pranuar ndërkombëtarisht. Edhe lidhet patjetër me sportin, po me lojnat mesdhetare që janë 2030, sepse lojnat 2030 startojnë me archery për shkak të alfabetit, startojnë Prishtina 2030 që kanë më vaj. Po lojnat me Tirana. Starton me arkun. Kështu që për atëherë na duhet më përgatit patjetër. Po, mirë shumë. Edhe na duhen vullnetar, na duhen njerëz, po dhe garus të mirë. E shpresoj dhe atëherë kemi me kon po mënej patjetër me kuotë olimpike, po ndoshta edhe se kemi garus shumë potencial tash. A qëndron ndonjëra prej regioneve më mirë në këtë aspekt, sa i përket edhe përkrahjes? Paka shumë kemi qenë në njëjtin nivel, pothuajse. Drenasi janë mirë, dy klube i kanë Drenasi, Suareka ka vetëm një, Prishtinë kemi këtu, po paka shumë kemi qëndru në njëjtin nivel sa i përket mbështetjes financiare. Kryesisht me subvencione mirë, po me që është bo ligji për sponsorizim, po shpresojmë që të gjejmë sponsor në tarmen. Pra këto dalje në televizione mund në shërpen që edhe. Kur e përmendet një poligon, do më thonë Drenasta që është poligon? Drenas, klubi Feronikli, do më atë deri tash ish kryetari i federatës që ka qenë deri tash, ajo ka kriju, po ajo ka kriju klub privat. Pronë të ka investu vetë, po ka bo një ambient sportiv shumë të mirë, edhe për futbol, po edhe për hark. A mundet me shku dikush aty edhe që nuk është, do më thonë, masi e ka bo privat, aty e ka edhe për përfitim, a mundet me shku dikush me provu vetë gjujtjen me shqit? Aktualisht, a i nuk për në një marë thjesht, po mojmë vara pa i pagu asë një gjo. Po në të halme normalisht që shkohet gjithmonë ashtu, po aktualisht a i së është si vjetë e ka promovu atë poligon. Dëri tani në kam shtetë, edhe aty do po mendojmë që edhe ata garus që kemi potencial për komtarës, po mendoj. Aty aktualisht duhet me i bo. Kur e keni turnaun? Turnetit kemi tash në Drenas? Tash e kemi për kampionatin pranveror, nuk e kemi caktu datën, se ne i gjejmë vikendeve zakonisht, idheve. Kështu që duhet më mbledh kryesia e federatës për me e caktu datën fix. Se në cilën ditë na konvenon për të mo gara, po tash e kemi, do më çdo muaj kemi gara. Gara e prillit i bjen që është kampionati pranveror, edhe aty sigurisht do të morin pjesë Drenas, se është ambient më i përshtatshëm. Po. Du të më nalësim. Mirë, a keni ndonjë kufizim, do më thonë që duhet me qenë mot i caktum, a mundeni me lujtë edhe në shi, edhe në borë, edhe në frymë, apo duhet me pas kushte optimale? Për që të shkak që ne nuk kemi shumë kushtet e mira, dhe e këshyrim në kalim në kështu, po me dhe motin qysh është, sepse na pengon pa tjetër. Për ndryshe, që është shtirë gara, pa marësisht motit duhet me u krye. Në mund ka rastis, për shemë gara ndërkombëtare, vetëm se ka qenë të rashim me intensitet shumë të madhe. Samafori ati është ndezë për qitje, pa kam halë me që telefon së më mlenë. Tashmë, nësaj përket gjini, sepse edhim që nëse pjesëmarrja është e knaqme, mirë po thatë që ju s'keni mujtë me ju ofru kushtet, se edhe juve nuk po ju ofrohen financat e duhura për me u zhvillu ma tepër. Saj përket gjinis, është gjinia mashkullore që dominon ma tepër? Po, zakonisht të këtjem ka qenë maj arrirë si sport, po edhe vajzat nuk kemi pas edhe të kalumen vajza sportiste që kanë më rinjë gogja nivel, edhe ato kanë qenë lojna, kemi marrë pjesë lojna kampionate botërore evropiane, lojna mezetare, lojna evropiane, pra dhe vajzat. Pra nuk kanë qenë shumë larg nga ekipi i djemve, kështu që tash kemi përgatitin. Në fillimet tona kemi pas vështërsi, se s'kemi patur njohurit tona që na duan. Tash kemi trajner mjaftueshëm, instruktor, se cili klub ka, kemi ish kryetari federatës ka, është edhe me disa nivellet të trajnimeve. Kemi mjaftueshëm, është i gatshëm edhe ai me përgatit instruktor të ri, që kemi kapacitet mjaftueshëm. Aq më tepër që po shpresojmë për lojrat mesdhetare 2030, ne do të kemi le përgatitje për sportistë, po do të kemi vullnetarë, do të kemi staf, sepse nuk janë shka do gara për me i pritë. Pëse pra që ju shohim në gara ndërkombëtare dhe mbulimi me juve, njëjtë si me sportet e tjera që
po arrin në Olimpiad. Një sport që si fëmijë kemi dashur shumë, sigurisht krejt për juve keni provu në herë, krejt. Shumica për juve keni provu në herë me gjujt, mi kryu ato harqet e juja, kemi pas harqe dhe kemi përdor shtoga normale. Me gjujt prej asaj ka fillu edhe dashnia për këtë sport. A keni marrë pjesë në gara ndërkombëtare kështu, a merrni rregullisht në kampionate, apo a duhet edhe aty me arrit një kuotë për shembull në kampionat evropian ose botror? Jo, në kampionate evropian morim pjesë me ato garuc që kemi. Po paka shumë ne tashmë e dim nivelin ku jemi për të marrë pjesë. Pra, a vlen me marrë pjesë ajo. Pas pikëve që ne bëjmë, nuk i kemi sikur sporte tjera që shpresojmë të fati se mos i pët gol në e qysh, aty nuk ka. Ne para se me shku në garë, i mbledhim pikë, e dim sa po bëjmë rani gare, edhe ja vlen, e dim ku kemi shku, ku kemi mrinë garë paka shumë nivelin. Kështu që nuk kemi kesh tash, jemi goxha mirë, fillimet tomra kemi pas vështirësi, tash jemi shumë mirë, edhe kemi garus shumë potencial, edhe shpresojmë të shkoj mirë edhe procesi i certifikimit në Ministrinë e Sportit. Jemi pothuajse në përfundim, po shpresojmë që ta mbyllim brenda këtij muaji gjithçka që vazhdojmë me ritmin e garave që kemi, kalendarin ta përmbyllim deri në fund. Sepse ka një 2 gara që të bëjmë, s'kemi financa, po e bëjmë vetë. Okej, e pas certifikim të më thonë s'mundeni me pas pasaje prej. Po, s'kemi logjika jo, edhe gjithçka po e bëjmë vetë. Po unë e kam se garën e parafundit në fakt e kemi marrë Suarek. Për shkak që s'kemi financa, shpesh unë kam princip kur i thini garus, sidomos ata që vinë nga Mitrovica të më vjen Suarek, e më e kthy pa drek, s'mduket logjika. Ose po marr nga Durrësia, nga Tirana. Herën e fundit e kam angazhu nusën tem ka qitë flia. Me flia e kemi garës. Okej. Po s'është e letë me 5-6 flia për një garë. Me diçka të veçantë, s'paku për flia ka punë. Ka punë shumë. Po edhe aja ka kontribu këtë pjesë. Faleminderit shumë edhe për këtë demonstrim që e partëm në studio, edhe që na njoftove për gjendjen e shqiptarisë apo gjujtjes me hark në Kosovë. Dhe dëshirojmë suksese, të shohim në për garat ndryshme, tash ta këshyrim në Drenas kur është gara dhe vim edhe atje ju vizitojmë. Okej, atëherë unë ju falenderoj fillimisht për ftesën që më keni bërë, për gjithë ato që më keni pyet, sepse ne kemi nevojë me u sharu, edhe pse kemi tashmë tradit, jemi tash federata e tretë ndërkombëtarisht e pranuar, po megjithatë ende s'kemi sponsor. Mbroj që këto dalin mediat na shërbejnë, që ligji ekziston. Përndryshe kisha ftu patjetër me arë gara, sidomos te gara e radhës që kemi në ambient jashtëm, që është për kombinati pranveror. Kisha ftu sepse aty ka më shumë se këto 2 harqe. Ka dhe disiplina tjera. Harqe tradicionale, ka hark turk, është edhe ai po përdoret këtu. Kanë sjell, po edhe harku i thatë që themi harku i lirë ose mongol, po mendoj ai harku viking, edhe i lirë ka qenë paka shumë i njëjtë, harku i gjatë që themi i thatë, përdorim lloje të ndryshme të harqeve. Është ambient i përshtatshëm, ka garë, ka... Ku mundëm ju gjete, keni faqen në Facebook të federatës? Po, kemi faqen e federatës, po ala jemi në proces të kështu të llogarive se kemi kryu, se jemi frikë që kemi ndrue rolet, po s'ka problem. Me numër telefoni ose përmes Facebooku tim s'ka, edhe privat. Po edhe të federatës s'ka problem. Mirë, dhe më dhënë të kemi federata... komunikim mirë edhe me atë ish-kryetarin, jemi shumë shok, kemi tënë këto vite bashkë, edhe pse kemi ndru pozitat, bashkëpunojmë shumë mirë, pra këto të ne jenë rastet të ralla kur ndrohen dy pozicione, dhe vazhdojnë raportet e mira, të ne jenë ashtu vazhdojnë prapë. A kuptan që edhe pse është pak më i vjetër se unë në mosh, edhe më kthy shpinën do e njëkim rapas, do e le më ikë. Nevoj për atë. Mirë shumë, Adhe, falenderit edhe njëherë, pra, ishte pra Adhe Luzhnica nga Federata e Shqipërisë.